Avokat, mirëmëngjes. 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 Si jeni njerë me shëndet? E para njerë jam shumë mirë dhe jam gati për të marrë përgjegjësinë në lidhje me shërbimin e avokatisë, ku kam 2 javë që jam rikthyer. Na bëhet qefi. Dhe po vazhdoj punën normalisht në Pras Paku dhe gjithë gjykatat penale të Shqipërisë. Dhe për këtë më vjen shumë mirë në nivel njerëzor, edhe pse do ma lejosh një batut, besoj unë dhe ti e kemi vesin që të kuptohemi edhe në kushtet e ironisë. Reflektove gjatë kohës që ishe konvaleshent dhe u ktheve me bomba? Jo, them që e kam jetë të dytë këtë. Njeriu nuk mund të ndryshoj dot në këtë moshë, do të vazhdoj po ai sa i mirë që kam qenë, pavarësisht se kam gjetur një terren akoma më të rënduar, është situata e drejtësisë është e prekshme, ku qytetari vuan, qytetari nuk po merr ende atë drejtësinë në kohë, plus shumë probleme të cilë ka sjell e ashoqëruar reforma në drejtësi, apo vettingu që largoi shumë gjyqtar ndërmjet tyre dhe gjyqtar shumë të mirë, po duke na sjell gjyqtar me një nivel shumë të ulët. Ju keni qenë paksa neutral ndaj paktën nga qëndrimet tuaja të Çim Peka Live, ato i kam më të qarta dhe më të freskëta, ndaj punës së organeve të reja të drejtësisë. Keni pasur sigurisht rezervat tuaja, po keni kërkuar që t'ju jepej kohë të liheshin të punonin, ju la kohë i pam të punonin, edhe ju si ne jeni zhgënjyer nga SPAK, nga GKK, zoti avokat? Po, patjetër, sepse ne kemi qenë në vitin 2016, po vjen gati 11 vite, për cilën folëm për ndryshimet kushtetuese, të cilat ndikonin në reformën drejtësi, pa askush nga ne nuk e priste këtë lloj pasoje. Nuk mund të prisim neve që drejtësia të merresh mbas 5 vjetësh ose 10 vitesh. E para dhe e dyta janë larguar nga sistemi i drejtësisë shumë gjyqtarë dhe prokurorë të cilët ishin në nivel shumë të mirë, por unë mendoj që kanë qenë listat partijake ato që kanë bërë një seleksionim midis gjyqtarëve dhe prokurorëve të larguar, sepse kanë ndetur në sistem edhe gjyqtarë dhe prokurorë që nuk e kanë merituar për të qenë gjyqtar. Ndërkohë që shkolla e magjistraturës është mbushur me magjistrat, pas edhe jo të quajtur patronazhist, po me një nivel shumë të ulët. Dhe kjo po pasqyrohet dhe në vendimarrjen e tyre apo në arsyetimin logjik që i bëjnë vendimeve ku ne nuk gjejmë emrin, nuk gjejmë faktin, por janë në copy-paste të disa vendimeve të Strasburgut apo të vendimeve të së drejtës ndërkombëtare dhe emri faktit apo subjektit i cili është gjykuar nuk gjendet. Këtë flas për çështje penale, ndërsa për çështjet civile vdes personi që ka ngritur pa dinë, vdesin trashëgimtar dhe dore 5 mezi arrin të marrë vendimin pas një kalvari të gjatë vojtesh deri në 10 vite kohë. E kuptoj. Megjithatë, jemi në një situatë, le themi, prej gati déjà vu-je. Ju keni denoncuar pagesat e frikshme edhe të kësaj drejtësie të re, vazhdon, dhe ju keni qenë i pari që e keni denoncuar këtë. Nëse memoria nuk më bën hile, ju keni denoncuar madje deri te ish nënkryetari i KLD-s, atëherë Kreshnik Spahiu, për pagesa për transferime gjyqtarësh. Keni akuzuar sërish KLP dhe KLG. Vazhdojnë? Kanë ndryshuar edhe ujkun edhe qimen, por vesën e kanë mbajtur? Kjo situatë jo normale ka filluar që pikërisht në atë moment që ju sapo e cekët, ku Këshilli i Lartë Drejtësisë, sepse në atë kohë nuk ka pasur KLG apo KLP, po ka qenë një Këshill i Lartë i Drejtësisë, i cili drejtohej nga Presidenti i Republikës. Presidenti i Republikës kishte një zvendës që ishte personi që ju folët, ku filluan të krijonin edhe shoqat dhe parti mbi bazën e lekëve të marrë nga gjyqtarë dhe prokurorë, ku një lëvizje ose një emërim, sepse ishte qarku shumë i shkurtër për të emëruar gjykat lartë apo gjykat kushtetuese, shkonte deri në 300-350.000 euro, ndërsa një lëvizje ose emërim, se mund të emërosh edhe avokat, mund të emërosh gjyqtar, në një rreth të mirë ishte 100-150.000 euro, në një rreth të kategorisë 2 apo 3, që ishte Përmeti, Tropoja, po Gradeci, mund të shkonte edhe 50.000 euro.
por problemi nuk është vetëm pagesa që bënde personi i cili kërkonte të fitonte statusin e magjistratit. Problemi më i madh ishte që këto para detyrimisht do të dishin nga qytetari dhe nëpërmjet korrupsionit e të sistemuar të gjithë përpara drejtësisë penale për të dhënë vendime nga më të çuditshmit, mjafton që të thithshin lekët për të zvendësuar ato lekë që ishin dhënë antarëve të Këshillit Lart Drejtësisë apo antarëve të KLG-s apo të KLP-s. Unë e them me bindje dhe nuk kam frikë, kam kurajo për të thënë që kjo histori dhe ky maskarallëk apo maskarat vazhdon ku brenda 3-4 vitesh këta magjistrat të rinj ku kanë bërë 4 vite fakultet në Universitetin e Tiranës, kanë bërë dhe 3 vite shkollën e magjistraturës, të gjithë kanë marrë shtëpinë në Tiranë, pavarësisht se mund të jetësh në Saran, mund të jetësh në Kuksa, mund të jetësh në Shkodër, në rrethet të largëta, këta të gjithë janë të sistemuar aktualisht Tiranë. Lind pyetja, po si ka mundësinë që një gjyqtar dhe një prokuror i sapo mbaruar magjistraturën të ketë shtëpinë në Tiranë, të lëvizë me makinë, vajtje ardhje, rrethet të largëta që nga Shkodra, Dibra, Peshkopia, vajtje ardhje. Si e bëni këtë llogarinë? Si u del kjo llogaria? Po vetëm po të kesh rrogën 15.000 euro e lartë. Prandaj çfarë ndodh? Të gjithë ta persona po kërkojnë që të vinë në Tiranë. Po një ardhje në Tiranë e një magjistrati së gjykatë e Tiranës së gjykatë karriere nuk mund të vish ti i sapo mbaruar me 1 vit apo 2 vjet shkollën e magjistraturës, të vish të emërohesh on prokurorin e Tiranës apo gjykatë e Tiranës janë gjykatë karriere. Janë gjykatë karriere, jo më pasandaj të shkosh në gjykatë apelit. Mendoj që ky lloj korrupsioni i eshtur ndërmjet radhëve apo antarëve të Këshillit duhet të stopohet. Një sekond, ndalojmë pak këtu, zoti Vishaj. Një nga problemet që kemi denoncuar media ka qenë fakti që SPAK-u afërmendsh i përgjon dhe i dhunon gjykata dhe gjykatësit, sepse është pak marrëdhënie komplikuar kjo që i kanë nënhyqëm, si thua. Pra, a ka një konsensus të gjerë që të ketë këtë lloj korrupsioni edhe pse janë përgjuar vetëm për të qenë në favor të vendimeve dhe të kontrolluar sigurisht nga regjizori dhe nga redaktori? Unë mendoj që SPAK-u dhe GKK-ja është e përjashtuar nga kjo skem, pasi filtrat dhe mekanizmat për të emëruar aty nuk mund të blien me lek. Janë tjera filtra për të emëruar një prokuror në SPAK apo në GKK dhe tjera filtra janë për të emëruar apo komanduar. Pra po thoni gjykatat e tjera? Gjykatat e tjera, si Lezhë, Shkodra, Korça, Kutadiu, këto janë gjykatat, Lushnja s'ka, Lushnja nuk ka gjykat, janë të një kategorie të nivelit të urët, dhe me njerë këta, duke pasur shtëpi në Tiranë, duke krijuar dhe familje në Tiranë, duke qenë se janë gjyqtarë dhe kujtohet sikur janë pashallarët e këtij vendi, kërkojnë të vinë sa më parë në Tiranë, sepse edhe trafiku i dëmton, i pengon për të vajtur në orar, por që duhet të vinë në Tiranë. Dhe në Tiranë sulen gjithë drejt gjykatës penale, aty ku është leku i shpejt, ku janë masat e sigurimit, ku janë dënimet për të dhënë ose dhe papajësit për të marrë. Sepse ndryshe është në gjykatën civile, ku në gjykatën civile nuk ka pagesa, apo në të drejtën familjare në një zgjidhje martesa nuk e merr dot lekun. Prandaj sot kjo drejtësi penale është shumë e prekshme, sidomos në këtë lloj gjyqtar. Nuk ka ndodhur asnjëherë në historinë e drejtësisë shqiptare që brenda 3-4 vitës më mbarimit shkollës të sistemohesh në gjykata e Tiranës. Gjykata e Tiranës është gjykatë karriere, por termi i komanduar tregon që këta marrin lekun aq të shpejt dhe veprojnë përkohësisht dhe shtyn me komandim. Komandimi është për emergjent, për një çështje të caktuar. Për një çështje të caktuar nuk mundet gjykata e Tiranës të gjykojë, mund të vijë një trup e deleguar nga Këshilli i Lartë gjyqësor ose ndonjë prokuror i komanduar për çështje konkrete, por jo të vish i komanduar për të gjykuar. Të lësh një rreth ku ka 4 gjyqtar, një rreth, të ikin 2 për të ardhur në Tiranë, boshatisim një rreth të sapo ngritur, me gjitha ato probleme që mund të ketë qoftë Saranda, Gjirokastra, Shkodra, Dibra, dhe për të ngarkuar Tiranën,
me që Tirana ka ngarkesë, ndërkohë që mendimi im është për t'i prerë rrugën të heqim dorë një orë e parë nga komandimi. Komandimi të gjithë dalin të larë, sepse në një farë mënyre është i përkohshëm. Nuk bëjnë dot emërim, sepse të bësh një emërim ka shumë kritere dhe kërkon vjetërsi i pune. Një pyetje. Dhe ajo e çuditshme është që një prokuror apo gjyqtar mund të ketë emrin të dera e Zyrës në 3-4 qytete. Mund ta ketë në Shkodër, mund ta ketë në Lezhë, mund ta ketë në Tiranë. E kuptoj. Imagjino se deri ku shkon në sarkazma e kësaj gjë. Megjithatë, sikur s'kemi dëgjuar nga asnjë prokurori, as e përgjithshme as e posaçme, që të na arrestojë gjykata e prokurora, avokat. Si fluturojnë kështu këto miliona euro? E para njerë që gjyqtar dhe prokuror ka të arrestuar. Ka të arrestuar për korupcion. A i Vlorës, vetëm? Ndodhen dhe në... Po i Vlorës e ka. Ishe i Sarandës e tjera tjera. Ka gjyqtar Elbasani, ka gjyqtar të... Ka prokuror të arrestuar, ka dhe shumë avokat të arrestuar. Ka brenda sistemit ne spaku ka vepruar, por gjendja është alarmante. Është alarmante sepse ajo drejtësi që ne kërkonim nuk kemi për të arritur. Po thellohet çdo ditë, sidomos ndërhyrja e pushtetit ekzekutiv në pushtetin gjyqësor, është që një goditje fatale dhe e rëndë. Nuk mundet KLG-ja dhe KLP-ja të arritë të mbrojë një gjyqtar që sulmohet nga kryeministri. Çfarë është kryeministri? Kryeministri është drejtuesi i ekzekutivit. Nuk ka lidhje dhe nuk ka pushtet ndaj pushtetit gjyqësor. Po të zësh emra në gojë gjyqtarësh apo prokurorësh, imagjino se si i sfumon këta gjyqtarë që sado i mirë të jetë një gabim e ka bërë dhe janë të gjithë të trembur. Të trembur për të dhënë drejtësi. Nuk po i themi jep pafajsi, jep drejtësi, në qoftë se meriton të dënohesh, në qoftë se meriton të deklarohesh i pafajshëm, të deklarohesh i pafajshëm, po jo se doli kryeministri dhe tha filan gjyqtar ka rëzuar ose pa din duke rikthyer në punë filan drejtues apo e ka quajtur një sigurim prove të lishëm, është gjykata ajo që vepron dhe kryeministri duhet ta di shumë mirë që ka mjete ankth të aksesimit për të ankimuar një vendim të shkallës parë në gjykata peri apo gjykata lartë. Pra, e drejta e aksesit është një drejtë ligjore, po jo të dalësh aty dhe të flasësh me emra për gjyqtarët, ndërkohë që pasojat rrjedhin tek ajo drejtësia që ikën në krah të kundërt. Në vend të përkrajnë këta gjyqtarët ikën në krah të kundërt, sepse vërtet kryeministri edhe nesër bë inspektorin e lartë drejtësisë i cili nuk e di ku ndodhet spaku, ose kryetari i KLP-s apo kryetari i gjykatës merrni sot, nuk din ku janë gjykatat. Merr kryetarin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, pyete ku është gjykata e Shkodrës, Prokuroria e Shkodrës, nuk e di. Pyet ku është spaku, nuk e di. Pyete, atëherë çfarë presim ne nga këto këshilla? Kupton se çfarë ne dim vetëm ku do t'i zotri, të kemi jetu në Lezhë, hajde në Tiranë. Hajde komanduar se kemi nevojë na sill përvojën e Lezhës, na sill në Tiranë. Ku vadis? Atje ku kemi shkuar zakonisht. Nëse më lejohet Flavio të drejtoj një pyetje, përshëndetje zoti avokat edhe nga unë, edhe uroj të keni një ditë shumë të mirë në vazhdim. Unë doja dija edhe nga përvoja juaj një opinion më profesional lidhur me veprat penale me të cilat abuzohet më së shumti në Shqipëri nga gjykata ose prokuroria. Ku e bëjnë lekun ata tamam? Gjithë ato nuk mund të flas ku bëhet leku ose, por ne akoma jemi tek dhuna familje e cila ka probleme. Nuk është ndarë akoma se është pjesë e civiles për të marrë një urdhër mbrojtje, apo është pjesë e një konsumimit të vepre penale, është ende erë dhe ka ngjarë shumë diskutim. E dyta, janë shumë çështje që gjykojnë nga gjyqtari vetëm, i cili duhet ne këtë duhet ta shtojmë sepse deri tani gjyqtari vetëm është den 7 vite, duhet ta çojmë den 10 vite burg për vepra penale, për të dhënë mundësi që gjyqtari vetëm
Ai sa lehtësi ka për të dhënë një padrejsi, po aq mundësi ka që të japë një drejtësi sepse nuk ka krah, nuk ka antar të trupit gjykues. Dhe gjyqtari vetëm do të dihet gjithmonë përgjegjës. Ndërkohë që shqyr zoti kemi një gjykatë apeli e cila e ka marrë veten dhe është fuqizuar, ardhja shumë gjyqtarëve me përvojë në këtë gjykatë po ndal, po kemi një gjykatë të lartë e cila po jep vendime në emër të Republikës pa palë, pa qenë gjyqtari, pa qenë prokurori, mbase po dënon edhe personat të cilët kanë ndëruar jetë, kanë vdekur, gjykatë e lartë vazhdon i gjykon. E qartë absolutisht mesazhi. Një koment fundit, avokat, na e përcollën me të shpejt kreun e SPAK-ut Altin Dumani, avokat, ata amerikanët thanë të parët, këti i ka marruar mandati dhe doli KLP-ja, shpalli vakancën. Ç'ishte kjo përcjellje e Dumanit? Aktualisht SPAK-u po kalon situatë të vështirë, mbas atyre goditjeve që bëri, që guxoi dhe bëri, por bashkë me BK-n është të mërshme që të qëndrojmë pa drejtues, por qenia me mandat është ligjor. Mandati 3 vjeçar apo 3 vjeçar që e ka SPAK-u apo 5 vjeçar që e ka BK-ja janë mandate që dihet risku i personave të cilët hyjnë në kandidim. Kur i pëlqen pasandaj puna, ose drejtimi kërkojnë për ta zgjatur. Jo, mandati është mandat, është një kohë për të cilën ti e fillon dhe koha kur do mbarosh, po do rikthesh përsëri një prokuror i thjesht. Nuk ka mi pse këtu tani të jemi të gjithë drejtuesa, të jemi të gjithë kryetar apo drejtor. Këtu ka një mandat sepse ne nuk mund të marrim nga mjekësia për ta prunë në SPAK një doktor. Ne brenda radhëve tonë të juristëve ose të prokurorëve sipas profilëve, pse jo të vjen dhe avokat, kanë ardhur shumë avokat nga shkolla perëndimore, shumë të zgjuar për të qenë pjesë. Tharse kishe me qef këto shkollën e Tharse kishe me qef këto të shkollës së Ben Rakipit. Jo, me këta është niveli është jashtëzakonisht i ulët. E kuptoj. E mora përgjigje dhe për me këtë koment e mora përgjigjen edhe për propozimin e kodit të ri penal, domethënë. Kodi i ri penal doli dy fjalë që nëse do më lejosh. Po patjetër. Unë e kam përpara, kam 2 javë. Propozimin e Rakipit. Ai propozim është propozim partjak. Nuk është një propozim midis profesionistëve, sepse në fund fare nuk është ky penalisti më i mirë i Shqipërisë. Ky është kameleon i cili ka marrë një rrogë, është vetë zgjedhur kryetar, sepse nuk dim akoma kush i ka zgjedhur këtë komision, sa para kanë marrë, sa para ka marrë, dhe është i pajtueshëm funksioni detyre tyre me rolin që kanë ata. Deri tani për zotin Rakipi, ka dalë para nga më falni, për t'ju thënë më thjesht. Deri tani për zotin Rakipi kemi vetëm faturat e kohës kur bashkë me Sokol Sadushin merrnin para nga Soros për reformën drejtësi. Kaq di. Jo. Po pse këtë e ka bë për shpirt babait ai të jetë kryetari komisionit për hartimin e kodit të ri penal? Jo. Këta tipa nuk zgjidhen rastësisht. Këta tipa zgjidhen për interesin e tyre ekonomik, po zgjidhen të shërbejnë dhe partisë. Dhe nuk mund të dali në media thotë unë jam etaloni i pastërtisë. Jo. Ty kush të ka zgjedhur? Të ka zgjedhur shoqatat, të ka zgjedhur avokatia, të ka zgjedhur bordi i shkollës, dhe këto para që kanë dalë nga drejtoria e kodifikimit, pse kanë zgjedhur pikërisht ty që ke qenë ekspert i reformës, e bëre reformën vet, u emërove vet, dhe tani kërkon të jesh drejtues për hartimin e një kodi që është shumë i rëndësishëm, ka shumë benefice për të dënuarit, përfitojnë shumë të dënuarit, ka benefice për avokatët, ka benefice për gjyqtarët, po ka ndëshkueshmëri të madhe për avokatët. Domethënë, është e parë në asnjë kod penal të botës të mundet të ndëshkohet avokati për një faturë ose për një marrëdhënie që ka me palën, ose disa terminologji të cilët as në gjuhën popullore nuk thuhet. Martesa me zor. Martesa me zor ne dikujt i themi zorëve të barkut, apo zor. S'mund të ketë terminologji. Ne terminologjinë tonë kemi kanosje, kemi dhunën fizike apo psiqike, po jo fjalën zor.
themi ka termi, këta kanë marrë shablon, kanë disa ylla të quajtur aty që janë nga ata që do i madhi ka par një andër o bura të rrisim margjin e dënimit për ndërtim pa leje, për mos pagim ujë, për mos pagim kolaudimi, do më dhënë të fusim gjithë popullit shqiptar, po popullit shqiptar 1 milion banor ka ngelur. Ky 1 milion banor, ne kemi 12.000 të dënuar, të gjithë në burg do shkojmë. Do shkojmë që nga ne avokatët, edhe vetëm ai që nuk i preket celularit në zyrë, vetëm ai të shpëtoj. Ka bërë dhe Enveri gjëra të tilla ku me urdhra ktheheshin në vendime, po ky i gjati jon po ja kalon Enverit. E dija që do vinit në këtë emision me një mendje tjetër, por po e mbyll me batut të njëjtë siç e fillova avokat, pas keni rilindur praktikisht, edhe më vjen mirë që kemi një zë publik akoma më të drejtë për drejtë se që kemi pasur në të shkuar. Faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. E përshëndesim avokatin Sajmir Visha, miq të dashur, ne mbyllim këtu këtë pjesë të emisionit dhe rikthehemi më një pas publicitetit. Greta, faleminderit edhe për poezinë gjithashtu. Do e keni në rrjetet sociale, nuk do shmangni dot. Shihemi pas pak, vjen pas pak një nga deputetët tuaj të preferuar. Mos u largoni.